Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me një rrëfim të dhimbshëm. Ndonjëherë Zoti të sprovon në ca forma që nuk ndjesh e detyruar, por e bën nga shpirti, por edhe detyrim. Çfarë i ka ndodhur Griseltës? Dëgjoni rrëfimin. Nuk e di nga t'ja filloj. Ndoshta nga besimi, sepse aty filloi edhe fundi im. Gjithmonë kam qenë një grua që e kam vendosur familjen mbi gjithçka. E doja burrin tim më shumë se sa veten. Kisha ndjesinë që s'isha gruaja më me fat, apo që isha gruaja më me fat. Kishim 11 vite martesë, 2 fëmijë të mrekullueshëm që ishin bota ime. Dhe besoja se ai ishte burri që Zoti ma kishte shkruar me dorë. Kur filloi punën në një kompani të fuqishme, isha krenare për të.